Përshëndetje, mirë se erdhët të dashur miq, në këtë të shtunë ku ne do të jemi me plot miq me cilët do të diskutojmë për një temë që kemi zgjedhur dhe sigurisht shoqëruar me një gotë verë të mirë, një gotë verë të kuqe, e cila gjithmonë i bën bisedat më të këndshme. Në fakt do të flasim sot për kujtime, të cilat vinë dhe rrëfen nëpërmjet garderobës sonë, nëpërmjet veshjeve të cilat ne vazhdojmë dhe i ruajmë, pavarësisht viteve që ikin, trendeve që ndryshojnë, modës gjithashtu që fluturon, janë disa veshje të veçanta, besoj për gjithë secilin vlen kjo, të cilat ne i ruajmë, pavarësisht çdo kushti dhe rrethane tjetër, sepse janë veshje të cilat na kujtojnë një moment të caktuar të jetës sonë. Mund të ketë qenë një moment, një ceremoni e rëndësishme, mund të ketë qenë një event personal gjithashtu shumë i rëndësishëm, dhe gjithmonë ajo veshje na kujton dhe na risjell emocione të cilat ne duam t'ju rikthehemi her pas here. Për këtë arsye, këto janë veshje që ne i ruajmë gjithmonë. Ndaj edhe nëpërmjet kësaj pyetje që kemi bërë të ftuarve, se cilat janë pikërisht këto veshje që ata i ruajnë gjithmonë, pra kanë vendosur t'i mbajnë gjithmonë dhe t'i ruajnë, ne do të sjellim sigurisht edhe historitë që fshihen pas këtyre veshjeve. Unë do të filloj menjëherë me panelin tonë, kështu që pa humbur kohë, e nisim nga këngëtarja jon e madhe, pa diskutueshme, polifonis, Irini Qiriako, e presim në studio. Irini, wow, Irini, më bukur se sot, s'kam parë ndonjëherë. Do me thënë ti shkëlqen gjithmonë, se dhe ato fustanët me xixa të shkojnë shumë. Po, më shkojnë për thash. Me këtë stil. Thash të vishe mje sportive, thash. Si eshtu që është ke bërë. Buri nuk donte të vishe shak kështu. Jo. Ku shkon më tha? Jo, thuaj buri, po ku i ka syr, ti je një yll sot, ti je një yll. Apo jo? Ja, zonjat konfirmojnë të gjitha. Shkëlqen, duke shumë bukur. Falenderoj që je këtu. Irini, ti merresh me sport, se të jep dhe ide sikur sa ke ardhur nga liçeni, ke qenë për ecje nga liçeni dhe pastaj u ktheve këtu të pim një gozë verdhe të biseda. Po. Bën sport. Po. Vazhdoj me të ftuarin tjetër që vjen në studio, ekspert ekonomie, dikur edhe ka kënduar. Enrico, e presim. Enrico. Mirë se erdhe. Fali, ke ndryshuar totalisht drejtim, ose dikur publiku ka njohur si interpretues. Po, është një gjë që unë e vazhdoj akoma. Vazhdo të këndosh. Kam dëshirë që t'i jap shansin edhe më të rinjve duke i bërë muzikë, duke i bërë poezi. Patjetër, të lirojmë vendin të rinjve, por ndërkohë ekspert ekonomie gjithashtu. Një fushë totalisht e ndryshme, por shumë e rëndësishme. Ka shumë interesante për ta eksploruar. Të falenderoj që je këtu dhe të ftoj t'ulesh. Presim një tjetër të ftuar, ajo është make-up artiste, Besa Muça, e presim. Besa. Wow! Besa, unë prezentova si make-up artiste, po Besa ndërkohë është dhe një yll i vërtet. Unë të prisja me flokë të shkurtra. Sa shpejt që ka zgjatur. Duke shumë bukur, të falenderoj që je këtu. Të ftoj të ulesh. Presim ndërkohë një tjetër mikesh të programit ton, udhëtare profesioniste. E kemi quajtur ne atë, Teuta Borova, vjen në studio. Teuta e dash, me ngjyrat e tua të pangatrueshme. Të vish nga Menzber dhe mos kesh ngjyra. Cili është destinacion? Ibiza, Barcelona. Më i fundit, ai që të solli në Tiranë, cili ka qenë? Gjë arritan nga Lioni. Nga Lioni Dhe u kënaqja shumë, sepse gazetarët më shkruajnë her pas here, po i them vjen keq, po unë nuk jam në Shqipëri. Sepse i ka munguar studios. Është vërtet, edhe unë u çudita tash. Sepse i quaj veten me fat që vazhdojmë të kemi akoma energji, sepse i them dhe miqve. Bashkë me vitet na ikin edhe energjit. Pa duhet t'i shfrytëzojmë. Do bën kaq mirë, ashtu është. Se është ajo, njeriu kursen, po në fund fare kur i mbledh të gjitha s'ka më fuqi. Si e tha dhe Steve Jobs. Si në punë. Që ishte një multimiliarder. Është e vërtet. Je shumë bukur veshur me këto kombinimet gjithmonë, falenderoj. Vazhdojmë presim të ftuarin ton tjetër, këngëtar dhe moderator, Rej Bezhanin, e presim. Rej, mirë se erdhe Rej. Falenderoj që tu elegant. Faleminderit. Tani ai është sy që ke vënë ti aty te Jo, jaketa jote? nuk është sy, jo, thjesht element. Jo, këtu lart, çfarë? Jo, nuk është sy, thjesht elemente janë. Dikush tjetër edhe se ke ditur që ta kanë vënë. Jo, janë elemente. Mami, për merat. Mami mund ta vërë, po dikur që unë se shoh. Mos e marri në sysh djalin. Dikur që nuk e shoh. Po dukesh bukur. Falenderoj që je këtu. Faleminderit. Mirë se erdhët edhe një herë të gjithë, sa kënaqësi të jemi bashkë, ta bëjmë njërin gëzuar. Gëzuar për bisedat e bukura, për misin e mirë, dhe sigurisht për garderobat e bukura, sepse dhe ajo ka lezetin e vetë edhe rëndësin e vetë, apo jo. Veshja, pa diskutim që na përfaqëson në një farë mënyre, por mbi të gjitha,
duke e larguar totalisht veshjen nga moda, momentet që lidhen me histori edhe me emocione të paharrueshme japin veshjes edhe një tjetër kuptim, përftej asaj që ajo ka praktikisht si funksion të saj. Ja gëzuar edhe njerë se unë se pipa... Zuar. Le të sjellim insertin njerë që kemi përgatitur ne me intervista, i kemi pyetur qytetarët në Tiranë, në kryeqytet, pra i kemi intervistuar në lidhje me garderobën e tyre dhe cilat janë veshjet që ata kanë zgjedhur të ndajnë me ne në rrëfimin e tyre, veshjet të cilat nuk do ta humbasin kurrë vlerën për ta dhe që do vazhdojnë të ruajnë përgjithmonë. Le të shohim. Cilën veshje do veçoje që për te kohës dhe për te çdo gjëje ju nuk do ishnit kur nga garderoba? Fustanet janë për ne dhe funde bluze. Paltot për shembull klasike, jo të hedhim shumë, të paktën mosha jo. Thuaj robat edhe si duke do jetë sëmundje kjo, sepse unë nuk jeth, po me gjitha këtë kohën e fundit i kam dhuruar shumë. Kam roba shumë të mira, firmato shumë të mira, që nuk idhen. Speroj ti ndraj. Cila është ajo veshje që pavarësisht kohës dhe çdo gjë ju e mbani akoma në garderobë dhe e përdorni? Veshjet klasika. A blini shpesh rroba të reja? Po, sepse t'japin shumë energji rrobat e reja, kështu që ja u këshilloj dhe ju. Me veshjet, si fukaret, si mund të ketë i varfër, të më thonë. A blini shpesh veshje? Sa herë kina nevoj, po blejmë atje këtë tregu 5 maj. Veshje klasike, xhaket me pantallona. Po normal, nuk duhet të jetë veshje rutinë. Njeriu nëse do të ndihet i ri, duhet të ndryshojë çdo ditë. Unë biles ndryshoj 3-4 herë veshje në ditë edhe nuk i mbaroj dot. Kam kaq shumë. Të gjitha ato veshjet që mua më sjellin emocione të mira, ato si e qas njerë. Lloje, ishin përgjigjet, siç janë edhe njerëzit edhe natyrat njerëzore në lidhje me veshjet. Ju njerëz si keni marrëdhënien me shoppingun? Blini shpesh? E furnizoni shpesh garderobën tuaj? Si keni këtë marrëdhënie? Tani është problem, me thënë të drejtën se puna është që po dolën për të blerë, aty ngec. Nuk shpëton dot, puna është që mos të dalësh. Ta bindesh veten që mos të dalësh shumë shpesh, se po dole pastaj. Irini, bën shpesh shopping? Po patjetër që bëj. Sa shpesh për shembull, nëse do të një për shembull 3 herë në vit i bëj. Po jo këtu. Që do me thënë 3 herë në vit, kur e bën një shopping, po e bëj tamam mirë. Po del kështu si priti umën, me torba plot. Ose më vinë këtu, mi dërgojnë motrat e mia, mi reklamojnë, dua këtë, edhe mi nisi. Edhe ti zgjedh pastaj. Ja si vipe vërtet që je. Kështu po i vipat. Zgjedhi vën gishtin edhe ja sjellën. Se u tapo ti. Atëre une duke lidhur dhe me pasionin tim, sigurisht që në çdo vend që shkoj, dua që të blej gjëra, sepse më pëlqen që të them, këtë fustanin e kam bler në Singapur, për shembull, këto sandalet i kam bler në Capri, sepse më pëlqen që edhe veshat ketë një lloj historiku. Domethënë, jo në një vend kështu të thjesht, pa diskutim që blejmë, sepse moda ndryshon. Ngjyrat ndryshojnë. Për shembull, vjet ishte shumë në modë ngjyra vishnje, burgundi me vishnjen. Si vjet kanë ardhur ngjyrat e tokës, për shembull, është rikthyer kafja, bezha, portokalle dhe duam që të jemi gjithmonë të updateuar, domethënë të jemi gjithmonë dhe në këto brendet e famshme, ndryshe e shikon X brand që kanë hyrë dhe në Shqipëri, ndryshe është në Lyon, me që po e lidh me Lyon, ndryshe ishte në Barcelonë. Dhe ti ke qef, domethënë në vendet mesdhetare dhe këto brendet i bëjnë me ngjyra, për shembull veshjet. Në Gjermani janë tjetër gjë, sepse dhe sipas klimës. Dhe patjetër sepse ashtu siç e thanë edhe zonjat gjatë intervistës që blerit të japin energji, të fusin në një ndjesi tjetër. Ka shumë njerëz për shembull që e kanë antistres të bërit shopping, si që është dhe puna e kulinarisë, po pa dalë, do me thënë nga tema, pa diskutim që dhe unë jam. Pasaj këto veshjet e veçanta, që edhe na kanë kosto, por kam filluar dhe unë kam marrë që këtë edukatën perëndimor ta heq, sepse duke i blerë të shtrenjta rudin të vjen edhe keq dhe ti falësh. Edhe duke thënë, se i rikthehem, se do rikthehet prapë ngjyra. Po ndërkohë ti bledhen ai dollapi, ai që ka atë hapësirë, është më mirë që edhe falim, durojmë, pastaj për të futur gjëra. Besa, ti si make-up artist që je tani, unë mendoj që ti duhet jesh shumë e fiksuar edhe te garderoba, sepse ideja e të bukur ose ati imazhit, le të themi të kuruar estetikisht, plotësisht, jo vetëm në portret, po kombinuar edhe me veshjen e duhur,
Është pjesë e punës tënde, kështu që ti e ke këtë kërkesë, besoj, unë goxha të lartë. Por unë përpara blija më shumë. Por pastaj jam një tip që garderobën e ndroj shumë shpeshherë. Por sot kam kuptuar dhe jam mësuar realisht që të bëj kombinime të mira. Dhe në rast se dim që të kombinojnë mirë, nuk kemi nevojë që të bëjmë shumë shoppinge, mendoj unë. Edhe kështu që Ky është një sekret, le temi, për të bler jo shumë, le temi, aq sa duhet, aq sa ka vend në garderobës, është dhe kjo për tu parë, se garderoba ka një limit, kurse dëshira për të bler mund mos ketë limite dhe kufi. Dhe unë shpeshherë e ndroj atë gjë, dhe pastaj e shoh që është se duhet ta bëj një gjë të tillë. Më mirë, më pak, të dish kombinime. Ama duhet jemi kreativ në kombinime. Enrico, ti me kombinime si e ke punën marrëdhënie, kombinosh apo ti kombinon gruaja? Po, edhe gruaja dhe vajzat, kam një shans që vajzat merren me mod, edhe, si thush, edhe kur nuk janë në shtëpi e duan atë fotografinë me WhatsApp, edhe më ndihmojnë. Të dyja, Frenki ka fitu para 3 vitesh Musa Competition çmimin e dytë. Kurse vitin që kaloi ka fitu Casey. Vajzat e tua janë ato? Shiko. Casey ka fitu. Po kujt i gjan ato me kaq talent në modë? Po unë them se i ngjan gjysheve. Nga gjyshet, se dyja gjyshet janë marrë me veshjet. Edhe një çik motra ime Adriana, që është marrë edhe me muzikë, edhe kanë ndikuar çik. Ato kur kanë qenë vogla, motrën time kanë patur si... Po ti vetë? Shiko, në lidhje me garderobën, ne në përgjithësi si familje kemi një qasje që, si shta dhe parafolse, që kur dalim një shtetit, unë të paktën një kollare du me ble kur dalja shtetit. Okej. E taksa të thotë, për të thotë, ke ndarë mendje, është e pa diskutueshme. Po është knajsi. Po, është. Është koha për shembull që duhet të ndrosh një pjesë të garderobës. Atëherë pastaj është sulm në për dyqane, për të parë, në fillim për të parë, pastaj për të zgjedhur, edhe pastaj për të vendosur. E qartë. Dhe është edhe koha pastaj që shiko, më duhet kjo gjëja. Që do dalësh vetëm për atë gjë. Ne të shohim në foto, po kryesisht është veshje klasike kjo jote. Këtu jam në një konferencë, kam qenë detyruar që të jemi veshur me kostum, me kollare. Ishte edhe në disa foto të tjera, ishte një tip auditori, mu duk diku edhe aty ishe sërish me këmishë dhe me kravat. Kjo është një veshje që jam sportiv, zakonisht në shtëpi jam në këtë, po, tu jam në institucionin e arsimit lartë ku unë punoj, po unë kam një parim që në momentin që unë dalë para studentëve, nuk dua që të dalë me veshje sportive, ose me streetwear. Pse? Shiko, kam parasysh një aktor të famshëm francez, Jean Marin, që të gjithë, në qoftë se mbani mend, aktori viteve 60, ai ka luajtur një rol shumë interesant e filmi Orfeo, ka luajtur rolin e një poeti ekstravagant. Ishte personazhi kryesor i filmit dhe pyet një nga karakteret, një nga personazhet i thot, "Ku e ke gjetur këtë kostum?" thot. Dhe ai thot, "Nuk ka rëndësi ku e kam gjetur." Puna është se veshja nuk e bën njeriu, por veshja njeriu t'i jep prestigj. Dhe tu bjem dakord të gjithë. Dhe kur dalu përpara auditorit me 100 student, me 130 student, ja këtu. Po, këtu faktikisht është ditë provimi, dhe si thush, e veshura... Ditë më ceremoniale, dita e provimit, për vishesh më elegant. Vishem me pantalonat zeza dhe me kollare që të shkoj me pantalonat. Ditë e tjera, kollarja dhe pantalonat mund të jenë që tjetër. Edhe mund mos kombinohet. Po ditën e provimit, duhet jetë kombinuara. Dhe një sekret shu dhe për studentët, unë kam 2 kollare që kanë preferuara. Njëra është me dylbit vogla, dhe njëra është me gëshër. Dhe unë ato i kanë preferuara në provim. Pse? Do më thënë provim, shiko se unë po ju vështroj. Kurse ajo kollarja tjetër që është me gërshër, është shiko, kujdes mos bëni kopje. Se ja prej. Pra ju shikoj, ju vështroj. Atere... Dhe ndërkohë marr masa me një herë. Për mua, ka disa raste që veshja shërben edhe si simbol, edhe si mesazh. Për të përcjell një mesazh. Pa tjetër që e ka. Në qofë se kombinojnë mirë,
Jam kurioze të di si e keni këtë natyrën, se jo të gjithë kanë, domethënë mund ta duan garderobën plot edhe me gjëra të bukura, po jo të gjithë kanë dëshirë ta rregullojnë garderobën, ta organizojnë garderobën e tyre, ose jo të gjithë kanë prirje, se kanë përshtypjen unë që janë ca njerëz që kanë prirje të veçantë për të sistemuar garderobën, për ta organizuar, është talent edhe ajo pjesë. Ose të kënaqë ajo pjesë të kënaqë syri. Duket që stresohen kur grumbullohen dhe pastaj dorëzohen dhe aty bëhet një mal me rroba që ti zi nga t'ja nisësh. Irini, si e keti këtë marrëdhënie me garderobën kur mbushet plot edhe të del nga duart, le të themi, ai organizimi si ja bën, si unë jam e detyruar sepse unë do me thëmë mbarova këtë aktivitet këtu, fillon aktiviteti tjetër. Do ta heq të fustanit, ta laj, ta rregulloj, se laj vetur, nuk e çoj në pastrim kimik. Dhe detyrimisht unë jam pranë garderobës. Për shumë, një javë rjesht. Hiq një, vendos një tjetër. Hiq një, vendos një. Hiq një, vendos një. Vetëm një herë në vit janë këto robat e mia që i them civile, po që këto për shumë kur nuk e, edhe pse kam një dhomë të madhe për garderoba, edhe dhomat e gjumit gjitha janë në garderoba, edhe kur vjen momenti për të ndruar veshjet, i falë shumë. Falë shumë veshje. Shumë. Pra nuk i mban, se ka dhe njerëz që i grumbullojnë, dhe për këtë arsye ndodhet dhe ajo mbi pjesa. Edhe do të thënë bëj dhe nder dhe për shembull njerëzve të mi të afërt u jap. Pastaj kur nuk i duan ato i çojnë atje tek ku për njerëzit që kanë në nevojë. Edhe është gjë shumë e mirë kjo. Edhe falë, edhe bërë një diçka, do me thënë, humane, por edhe garderobën e pastron. Në garderobën tënde, se ti the përdore termin veshje civile. Veshje civile, do me thënë veshje që ti i vesh në shtëpi. Po, si që ja veshu sot, kështu i themu. Se për ndryshe ato veshjet e ti, jo se janë uniformë ushtarake, por janë veshje me temina, me gur, me gjigja, me gjigla dhe veshje tradicionale. Ose të gjithë janë të gjata shumë. Se kështu i kam... Çfarë vendi zë në garderobën tënde? Kjo lloj garderobe le themi? Garderoba është gjermane, është shumë e madhe, ajo është plot. Plot me veshje spektakli dhe shfaqesh. Ajo është plot. Plot. Duhet bësh një ekspozit ti dikur, duhet ta mendosh. Ta bëj rivjola atë. Ta bëj rivjola. Sepse me gjithë ato koncerte që ke, me gjithë ato evenimente, se jo, ato më ikonike. Po çdo vit që më vin nga Greqia, çdo vit, 2 herë në vit vin plot. Mund t'i nxjerrë dhe në ankant. Edhe, po në përbot. Për një veshje të ri, ishte e sigur që do iknin të gjithë për ta blerë. Ajo është e sigur. Po ta kishte nxjerrë i ri. Është e sigur. Ushit para 2-3 javësh një fustani Lady Dianës, nuk e di se sa milion euro. Doli në ankant dhe e bleu një zonjë. Dhe jo vetëm, është veshur në vitet 95 diçka e tillë. Të famshëm. Ju si keni garderobën, të rregullt, të sistemuar apo të Atëherë dhe unë jam si Irini, duke qenë që jam një person që jam gjithmonë në lëvizje, më pëlqen të jetë rregull, domethënë pjesa e pulovrave, të jetë palosur në një vend, pantallonat, xhaketat, fustanet, gjitha të varura, sepse kam të shumë të thjeshtë. Më qellon që jam vetëm 24 orë në Tiranë dhe lë një valizhe dhe gjatë rrugës duke u kthyer e kam bërë gati në mendje se çfarë garderobe do marr dhe kam shumë të thjeshtë për të organizuar pastaj valizhen tjetër, plus edhe në anën estetike, shumë e këndshme. Veshje të trashëguara nga familjarët tuaj, që ju a ka lënë, siç ndoshta do bëni ju me tuaj atë, për t'ja kaluar të tjerëve se janë kujtime. Më shumë aksesor. Keti për shumë atë do të edhe unë aksesor. Ndërkohë nëse kemi foto për të ftuarit, le të sjellë. Edhe në shtëpi normalisht kemi goxha veshje që i kemi ruajtur mbase veshje të gjyshërve ose elemente të ndryshme të veshjeve të tyre, po më shumë të aksesorët. Ndërkohë jemi duke të parë këta veshjet e tua të gjitha që i shohim. Ndërkohë, pra nga gjyshi çfarë ke të trashëguar për sa i përket veshjeve apo aksesorëve? Më shumë tek aksesorët, për shembull nga gjyshja është nga stergjyshja, në fakt kemi në shtëpi që s'ka lidhje me veshjet, por po flasim për ta krijuar një veshje, ka pasur një makinë qepse. Një makinë qepse shumë e vjetër, dhe fantastike, edhe e kemi në shtëpi si një relike të vërtet që e mbajmë, edhe shtëpinë e kemi të dekoruar në mënyrë të vjetër. Dhe kjo është diçka që ne ruajmë që nga stergjyshja në shtëpi, por ka pasur element të ndryshëm të papuçeve që gjyshja ime për shembull i bënte vetë. Element orën e gjyshit ka qenë një orë nga ato që mbaj edhe të xhaketa, nga ato që hapeshin në xhep, orë xhepi, kështu që ato i kemi më shumë si aksesor që i kemi të ruajtur. Edhe i mbajmë, por që jo të veshjet më shumë se edhe veshjet degradojnë me kalimin e kohës. Aksesorët sigurisht është, po thjesht për t'i ruajtur. Nëse më lejoni të tregoj një histori shumë të shkurtër, e kam nga jeta ime. Nga viti 2006-2007 kam pritur në aeroport një
biznesmen, dhe kur zbriti, doli në aeroport dhe ishte veshur me një kostum të ndoshta të modeleve të 100 viteve përpara. Kostum blu, me butona floriri, dopjo pet, edhe me kapele. Me 100 vite përpara, e thonë fillimi viteve 900. Po, fillim, zbriti, në atë kohë dhe lejoj të futeshen qika atje, e solla në Tiranë, bëmja 2 takime, gjatë gjithë takimeve mbajti këtë veshje. Kishte veshje tjera, mbajti këtë veshje. Dhe e kuptovi që unë isha gjithmonë kështu intrigus që çdo me thënë kjo veshje. Ky është kostumi gjyshit tim. Dhe këtë kostum gjyshi ka veshur ditën që ka themeluar kompaninë. Dhe ky është simboli, që ajo kompani që fillovi me 10 veta, I vimësis. Sot ka 10.000 punëtorë në gjithë botë. Simboli I vimësis. Dhe ishte simboli... A erdhi për të çelur ndonjë filial këtu në Shqipëri? Po. Edhe kishte veshur kostumin që të jetë të mbarë. Për të treguar që kjo është një kompani solide, me vlerë, dhe mund të bashkëpunojë. Tani besën e kemi megapartiste në Prishtinë, apo jo? Për momentin në Prishtinë. Për momentin në Prishtinë. Tani ti vetë ku ke lindur? Unë kam lindur në Korç. Në Korç, pra. Dhe kur je vendosur në Kosovë? Dhe jam rritur në Turqi, në Stamboll. Je rritur në Turqi, në Stamboll. Dhe pastaj kam kaluar në Prishtinë, pastaj edhe në Shqipëri. Po në Shqipëri nuk kam jetuar, domethënë. Shqipëri ta marrim kështu komplet, ndoshta një 5 vjeçare. Gjithsej. Po, më shumë në Turqi, të gjithë. Që 5 vjeçe aty jam rritur. Je rritur atje me familjen, të zhvendosur dhe më pas jeni kthyer në Prishtinë. Ku aty tashmë ti zhvillon aktivitetin tënd si një make-up artiste shumë e njohur atje. Po, edhe për estetik jam avancuar shumë sepse më pëlqen kjo gjë, është siç e tha dhe përpara, duhet të jesh talente një gjë që ta bësh. Mua më jep kënaqësi punën që e bëj dhe i ndjek dhe avancon çdo herë. Bukur. Jemi duke të parë ndërkohë me veshjet e tua, stili yt, si do ta përshkruaje stilin tënd në veshje? Çfarë natyre je, çfarë të pëlqen më tepër të veshësh? Më shumë më pëlqen sportiv. Në kohët e fundit. Më përpara kam pas që pak më elegante, se tani ndoshta më krijon më shumë komoditet, nuk e di sepse, po që më shumë më pëlqen sportiv. Çfarë ruan në shtëpinë tënde në një veshje të trashëguar? Siç e thash më përpara, nga prindrit që mami mund të ketë lënë diçka apo dhe gjyshja. Siç e thash më përpara, un kam shef që të ndryshoj shumë garderobën time, por e kam një dollap që i lë gjërat duket si një gjë shumë e shtrenjtë, sidomos dhe aty i kam. Është një komplet i mamit tim para 21 vitesh, sepse mami im sot nuk jeton më. Dhe kam mbetur, domethënë, po i kam dhe disa të tjera që i kam nga gjyshrit dhe nga gjyshja. Aksesor më shumë, çanta, siç e tha, dhe kollare. Se ka favorizuar dhe të jetuarit në Turqi. Turqia është një shtet, domethënë, që ka një mega industri kundrejt veshjes e gjithçka, sepse ne vim nga një vend, domethënë, kur pyet, për shembull, çfarë ka lënë mamaja ose gjyshja, domethënë, dihet se sa e vështirë, për shembull, ka qenë atëherë veshja. Domethënë, edhe stili, domethënë, edhe pse prindrit tanë kanë jetuar në Tiranë, ishte shumë vështirë. Ndryshe pastaj filluan gjeneratat, jo kush lëvizte dikush jashtë, duke parë ndonjë raj, ndonjë. Mendoj që veshjet të tilla nuk e kanë vlerën te vlera në vetvete e veshjes. Patjetër, më shumë është kujtim. Historia, tek si e kujton ti atë veshje që e mbante një njeriu i dashur, të kujton momentet, ta sjell atë më një herë në kujtesë, kështu që vlerën e kanë më shumë aty se sa tek veta. Kështu besoj se bën një diferencë e madhe nëse ke pasur gjëra të shtrenjta apo jo, më herët apo ke pasur copat mëndafshta apo copat turke? Kur dolën atëherë. Nuk besoj që bën një diferencë madhe nëse ti ke ruajtur diçka të tillë. Po ato basme tona ne u ritëm me basme sa të krajshi. Rudina, gjithë lulet. Do të them diçka, gjyshim ka qenë mjeshtër i qepjes së veshjes së grave në Finik, në vendlindjen time. Finiki ti e di është një fshat minoritar. Dhe ai qepte kaq bukur, nuk e ke iden. Mi po, ai ka vdekur shumë shpejt, shumë vite ka që ka vdekur. Edhe unë e kisha ëndër që të kisha një veshje popullore, si që visheshin nënat tona, gratë e fshatit. Edhe e kisha ëndër dhe më kujtohet kur u bë një festival i fshatit tonë dhe vajtëm në Afinë, konkurua me këngë polifonike. Edhe Ziso Luci ishe kryetari komunës e i thashun, dua një kostum, si që ka pas qepur gjyshi im, i thashun. Dhe Irini tha,
nuk diskutoj që do t'a bëjmë, tha. Dhe fati që ishe një burë shumë i madhë në mosh, që ruante atë lloj tradite të qepjes së kostumeve popullore, si që vishim ne dhe në fshatin tonë dhe në shumë fshatra të Sarandës. Pra kostum tradicional një plot. Kostum tradicional, me ato qorapet e leshit të thurura me... Dhe ti e ke? E ke ato? I kam të gjitha në shtëpi. I ruaj me dy lloj gjybe. Një me mëngë të shkurtra për bear, se nuk e një fare, dhe një me mëngë gjata për dimër. Edhe me ato për pajse. Sa i bukur është. O këto janë veshje që ju keni ruajtur nga ata që ju kanë lënë, le të themi, ose keni dashur ju vetë i ruani sepse ju sjellin kujtime, po ju vetë çfarë ruani vetë nga historia juaj personale, cilat janë veshjet të cilat të ftuarit tanë sot do t'i rrëfejnë, ose do t'i ekspozojnë këtu në studio dhe ndërkohë do të rrëfejnë dhe historitë që fshihen pas tyre, ne do t'i zbulojmë pas pak në pjesën e dytë. Kështu që kemi pak publicitet, ndërkohë ju ftoj të pini pak verë, se vera shumë e mirë, dhe shijojeni, gëzuar, ne kemi publicitet, kemi shumë shpejt, gëzuar. Jemi kthyer në studio. Në këtë pjesë të dytë, kjo ishte pjesa në fakt që në fillim të ftuarve tanë, i rini me atë të qeshur në vetë pa nga trupme, dallon me një, edhe kur s'është ke në plan, më ngacmoj, që po qesh. Më tha një batute dhe qesha. Do qesh të zemra gjithë jetën, vazhdoni qesh, s'ka problem. Çfarë na kanë sjellë ftuarit tanë? Cilat janë veshjet që do të na rrëfejnë, do të na tregojnë, do t'i shohim njëherë çfarë janë në përgjithësi stili, veshja, gjithçka është materiali, nuk e di historia, mbi të gjitha pasaj që fshihet pas tyre. Kështu që me që kemi këtu afër, edhe Enrico ti thej që kravatat i kishe shumë të rëndësishme. Tani ju ne ta nisim me kravat, ti ke sjellë një kravat. Kjo është një kravat e blerë në 2011. Është nga koleksioni Teo Grimaldit. Edhe ka një veçori shumë interesante, sepse është me qeshi, janë me ato bishtat e qeshive. Tani qeshit janë o të kuqe, o vishnje të erët, o e kuqe erët fare. Jesi qeshit e se janë boronica? Këto janë qeshit, bravo, kjo është qështja. Këto janë qeshi bojqeli. Qeshi bojqeli. Që nuk ekzistojnë në të vërtet. Koncepti Teo Grimaldit ishte që edhe qershit mund të ndryshojnë. Po ti pse ruan këtë kravat tani? Ti dhe qershit tani, më trego lidhjen mua, pse është kaq e rëndësishme kjo kravat? Sepse koncepti i ndryshimit është për mua shumë i rëndësishëm, edhe në aspektin e studentëve. Imagjinoni kur vinë studentët nga gjimnazet e futen në universitet. Është një hap shumë i madh nga gjimnazi në universitet. Dhe për këta koncepti i ndryshimit duhet që ditën e parë që çfarë simbolizon, le themi, kjo kravat me dizenjun e vet? Për mua simbolizon konceptin që pavarësisht nga mosha, pavarësisht ku je, pavarësisht se çfarë bën, gjithmonë ka mundësi të bësh një ndryshim pozitiv. Bukur. Pra ti solle kravatën në një farë mënyrë duke përveçuar gjitha kravatat e tua dhe pasionin tonë që ke për këtë lloj aksesori, i cili është nga të paktët që burrat japin mundësi vetes për të ndruar në ngjyra. Janë edhe komod. Komod edhe është diçka e lehtë, le themi, edhe për të kombinuar, gjithë kombinimet tuaja kryesisht aty fokusohen te kravata. Edhe sikur të kesh vetëm një kostum të zi, edhe të kesh 10 kravata të ndryshme, prap duket sikur ke ndruar kostume. E bën ndryshim. Po pra. Vetëm se ka një sekret kjo puna e këmishave dhe grevatave me kostumin, që në përgjithësi këmisha duhet të jetë ngjyrë më çelur se xhaketa. Dhe është grevata ajo që duhet bëj kontrastin. Pra këmisha duhet jetë më e hapur në ngjyrë. Në raste shumë të rralla, mund të veshësh këmish me të njëjtën ngjyrë me pantallonat dhe me xhaketën, po përsëri është kollarja që duhet të tregojë një kontrast. Është aksesor i rëndësishëm. Asnjëherë këmisha kombinimi për burrat, ndoshta në një program tjetër ta kemi parasysh ta zgjerojmë një çik të temë më gjatë me Enrico se për burrat, asnjëherë këmisha në ngjyrë më të errët se xhaketa. Ka dhe që i veshin edhe mund të vishen, por ti thua që je më i sigurt. Kur ke këtë lloj kombinimi je i sigurt kostumi pesh për shkakun dhe me një këmish kafe mendoj që tingëllon duket bukur, jo për raste dhe për evente. Ose mund të bëni ndonjë gabim tjetër. Më shumë për sportiv, Enrico ruani këtë lloj kombinimi. Besa, çfarë ke sjell ti sot për ta treguar? Kush veshja jote? Atëherë mund të shkosh atje, po që të shohim pak. Cila është veshja jote dhe pse? Pse është ajo veshje që ti e ruan? Kjo është veshja, ta tregojmë pak këtu në këmbë me që je në këmbë, ta shohim pak ashtu se kur të ulesh pastaj do ta kuptojmë mirë.
Nga kamera, pra është fundi zi Edhe një si... pjesa e sipërme roz. Po, para 21 vitesh, ka qenë e mamit tim. Po, ja mund të ulemi. Po. Dhe cila është historia e kësaj veshjeje që ti ke sjellë sot? Historia e kësaj veshje është ne kemi qenë të ftuara në një eveniment bashkë dhe mami atëherë ka veshur. Dhe sot unë këtë ruaj, do me thënë në garderobën time, kam dhe disa gjërat e tjera. Shumë stile dhe gusto. Po, edhe pse moda ndoshta ka ndryshuar, duket... Shumë elegant. Po, ka qenë dhe edhe trupin e ka patur tepër. Ka qenë elegante. Ti e ke veshur, ke pasur në një rast? Po, e kam veshur, e kam kombinuar me një gjë tjetër lartë, jo pjesën të rozën, po fundin poshtë të ziun. Çfarë ndjen kur e vesh këtë veshje? Është një ndjenjë, si ta them, nuk ka përshkrim. Duket sikur merr një përqafim, ë? Një përqafim nga ajo dhe me sigurit ka marrë malli, po ja ruajm këto kujtime edhe të duket sikur rikthehet në një formë. Shumë e bukur veshja dhe faleminderit që e ndave me ne këtë moment. Një nga veshjet që ti do ta ruash me siguri për gjithmonë. Derisa të marr frymë. Irini, cila është veshja që ke sjell ti për ne sot? Po, unë kam sjell kostumin tim popullor që kam kënuar gjithë jetën në ansambli shtetëror. Ato ikoniku fare. Po. Që dhe ne kur imagjinojmë Irini Qiriaku, me këtë të imagjinojmë gjithmonë. Imazhi i parë që na vjen i Irinit është me kostumin e lunxhërisë apo jo? Po, pritat. Po. Sa i bukur është. Fantastik. Është shumë i bukur. Çfarë elegancë ka ky kostum apo jo? Kostumin e lunxhit. Këtë e kam gjën më të shtrenjtë. Sepse me këtë kam dalë në skenë për herë të parë. Në çko, në çvit ka qenë. Në 79-ën. Në 79-ën. 79-ën. Kjo veshje. Dhe më pas e ke veshur edhe gjatë rrugës. 26 vite. Po e kam veshur gjithmonë. Ti në masas ke ndryshuar që atëherë, apo të është dashur ta zjerosh në një? E kam zjeruar. E ke zjeruar? Kale atje? Ku të duash ti, po? Po dua të them, kurse kjo... Atër ulu Irini edhe rëfen. Se mos bëjnë një gabim. Dhe ka aksesorët e vetë. Ka aksesorët e vetë kjo veshje. Se më tha mua, do kalojtha, po mos i rëzoj këto gota. Ti thashu në man kollaren time. Edhe kujdes kollaren time thaj. Ja, ta vë Ti e vure direkt. Po e vura direkt. Si sa e bukur që është. Si qatë. Detajesh. Ja shteti me këtë kostum, nuk e ke iden e magnifik. Gjithë spektatorit, do me thëmë të shmëndeshi për këtë kostum, dhe për gjubletën e malsisë. Jo, si e peshe? Dhe gjubletën e malsisë mave. Po, është e jashtëzakonshme, gjubletëa nuk diskutohet. Është i qëndisur sepse në ato vite, kur është realizuar këtë kostum, është i qëndisur me fijari, besoj, jo? Ti do a kesh... Jo, nuk është, imitimi fjesarit është. Po, imitimi fjesarit. është edhe kjo, shifë kjo pafka. Kjo është mund tjetë 100-200 vjeçare. Kjo është originale, kjo është originale, po ma kanë këputur një pjesë tu. Ma kanë marrë kështu. Nga përdorimi. Po. Jo, ma kanë marrë. Ma kanë marrë? Po. Cila pjesë? Ku do të ishte një rumbullake këtu në mes. Ishte rumbullakja. Tash ma kanë për larpë, do të them. Vjen keq. Si sa e bukur kjo është. Kjo, si do me thënë çfarë punime s'kanë qënë. Deri në ç'vit e ke pasur edhe atë rumbullake? E kam pasur... Nuk e di, 2-3 vjetë kur isha në ansambël, pastaj ma morën. Edhe kjo kapelja shumë e vjetër. Po unë e mbaj. Jo, po është shumë e bukur. është fantastike, shiko çfarë ngjyrash. Shiko çfarë ngjyrash, ë? Një kapsel i shumë bukur. Pjesa poshtë. Si të vendosësh? Këtu. Po. Një kapsel. Po. Dhe pastaj e përdor më lehtë. Po unë këtu... I bëj një kapse që ta qepësh nga ato kapset si krahër. Po unë këtu vë kështu... Që ti e vendos për një herë. Vë lesh kështu, flok të vërteta që e vë që të ri bukur të koka. Po. Që të tri pak lartë, që të tri lartë e bukur. Ua, sa përke vetja, Shumë e bukur. Shumë e bukur, shumë e bukur. Faleminderit që e solle për ne. Juve të faktën e keni veshjen kur keni dalë për herë të parë në skenë, po nuk e kam. Nise ke seru? Veshjen që kam patur kur kam dalë në festivalin 29 në RTSH, nuk e di se ku ka përfatu,
Kanë qenë një palë pantallona I bjetë ke 90. 90. Ne kam problema atë që nuk e kam atë. Po do përpiqem të ta riparoj. Teuta. Atëherë unë do të veçoja, përveç këtyre veshjeve civile, si që thati Irini, duke qenë që kam qenë gjimnaste, kampione me Dinamon, ruaj në shtëpi një kostum sportiv të Dinamos dhe ato trupore që në vishnim atëre. Pa, ato të në këtë sjellë, pra ato të të... Kërkojnë ndjes me atë simbolin e dës të Dinamos. Unë, ndryshe nga tjerët, kam sjell një gjë. Unë nuk e di, mendoj që funksionon edhe tani. Kur ne mamat na kanë lindur, na kanë sjell në jetë, shteti ju jep të një lloj shpërblimi Irini, dhe nuk e di se sa ka qenë, për shembull 2000 lekë të vjetra, diçka e tillë. Dhe mami më ka treguar, kur unë jam rritur kështu, me ato para ka shkuar ka bler veshje për mua dhe tek dyqani valutës një komplet porcelani kinez shumë elegant, shumë i veçantë. Dhe në kohën që unë jetoja me prindrit, se dhe thyen ato, dhe kishin vetur 2 të fundit, dhe unë kur shkova në shtëpinë time, i thash mamit, jo më fal, tani unë do t'i marrë me vete, këto sepse më takojnë mua. Ato kanë dekada tani që janë pjesë e jetës time. Ato, okej, s'po llogaris vitin e prodhimit të tyre, po momenti që janë bler kanë hyrë në shtëpi njëkohësisht me ty. Me mua. Kështu që janë gati sa ty në moshë, moshatar në një farë mënyrë. Janë dekada pafund, dhe unë zgjodha domethënë të sillja janë diçka të veçantë, sigurisht. Mami më ka dhuruar, është ajo që tha, edhe re, më shumë aksesor, një çantë prap të kohës së valutës, se me ato mbureshin, një gjë italiane, lustrafini dhe një fustan, që unë i ruaj, se dhe mama ndroi vjetë jetë, domethënë janë gjëra që mbeten me ne bashkë me kujtime, që kështu unë zgjodha këtë me që është blerë në ditën e lindjes time. Shumë i bukur, shumë i bukur. Dhe janë 2 tani që janë bashkë me mua, ai porcelani fin, elegant, shumë i bukur. Që vetëm kina mund t'i... Vazhdoni ke të 2 pijamat, ruajtë. Solla vetëm njëri. Shumë mirë. Vazhdoj me Rein. Unë e kam atje, po i ke dhënë ta marr. Të shohim se cila është veshja e Reit, po? Kjo është një xhaketë. Një xhaketë, le ta kthejmë pa nga kamera. Kjo është një xhaketë të cilën unë e kam veshur kur kam qenë 6 vjeç. 6 vjeç. Po, në koncertin e parë që unë kam dhënë me pianon në liceun artistik. E, sa e bukur xhaketa dhe sa kujtim të bukur pas këti. Ja, ulu që të nga tregosh pak më gjatë. Normalisht që është e gjitha si, le themi si pasojë e kujdesit të madh që mamaja ime ka për t'i ruajtur gjërat, as diskutohet. Këtë kam veshur në koncertin e parë që kam bërë në klasë parë, në liceun artistik. Atëherë koncertet kanë qenë gjë më e madhe dhe sidomos kur bën koncertin e parë një herë, provimet e para në liceun artistik, je shumë i friksuar, emocioni është jashtëzakonshëm, kështu që nuk diskutohet fare dhe kjo ka qenë pikërisht e koncertit parë që ne kemi dhënë. Dhe është një xhaketë që unë ngacmova për ta kujtuar nga ftesa për të ardhur këtu. Sepse janë gjëra që harrohen me kalimin e kohës dhe nuk se mban mend njeri që ekziston. Doja të gjej edhe një foto në fakt 6 vjeç. 6 vjeç. Sikundër kam edhe në shtëpi kam pianon që në moshën 6 vjeçare që e ruaj. Që e ke pasur në shtëpi. Që normalisht me kalimin e kohës ajo ka rënë si instrument, është amortizuar patjetër. Por që ajo është diçka që e ruaj unë. Pra, le të themi me atë kënaqësinë time për ta ruajtur si instrument. Kurse kjo është diçka që ma ka ruajtur mamaja, se normalisht unë 6 vjeç nuk është se... Bravo, mami, që po që janë 2 gjëra që... Po gjërat e vegjelis nga mamat shpëtojnë gjithmonë, se për ndryshe rrugës po këto janë 2 gjëra që në shtëpi kam goxha të shtrenjta dhe piano është një punim fildishi i vitit 2002 që e kam marrë unë. Atë fiks. Atë të t'kire sjellë. Atë është gjë më e bukur për sjellë. Atë e kemi dhe një kënd në shtëpi, domethënë atë jam zotuar që nuk e heq kurrë nga shtëpia, se ka qenë dhe një surprizë kur më ka ardhur në shtëpi. Sa aso kohë ne studionim në liceun artistik, pra çdo pasdite ne duhet iknim në lice për studiuar etj etj. Dhe një ditë bukur një ditë bukur un hapa derën e shtëpisë edhe e gjeta atje, ma kishin bërë surprizë. Pianon do ngel. Edhe kështu ndryshon. E bukur historia, të bukura të gjitha historitë në fakt që ndat me ne sot në lidhje me veshjet tua dhe ju falenderoj se di që s'është e lehtë. Ti sjellësh të transportosh të gjitha, që faleminderit sepse u emocionuam në rrjet këtyre historive tuaja. Ndërkohë do të kemi sërish një aftësirë publicitare dhe në pjesën e tretë do të kemi është një lojë me gogla që ne praktikojmë për simpatike sepse krijon atmosferë nëpërmjet pyetjeve që janë përgatitur dhe që do t'i zbulojmë pas pak. Publicitet kemi shpejt.
Jemi kthyer në studio, është momenti për të shpërndar goglat të cilat unë sapo i përzjeva përpara gjithë ftuarve tanë, kështu që asnjëri s'besoj se do ketë ankesa në lidhje me pyetjet që do t'i qellojnë. Po, janë të gjitha argëtuese, po nga dy. Nga dy. Besa, të lutem, merë dy të tuat edhe kaloja dhe të utës jo tani, do i bëjmë raunde, të uta dhe rej pastaj bashk, dhe do të fillojmë me... Merë, qëfar të duash? Me raundin e parë të pyetjeve, pra në mënyrë që ta kemi përgjigjen aty për aty, në moment, që ta lexojmë sa po ta hapim. Fillojmë me pyetjen e parë të Irinit, të shohim cila i ka qelluar. Po, unë që nuk shoh. Me zi shikojmë. Ti marrë syze. Ke nevoj për tim? Jo, e lexove Irini? Po, a ka ndonjë personazh publik që ka ndikuar tek ju në mënyrën se si visheni? Ja, ta dëgjojmë Irinin, që është vetë personazh publik dhe kur disa ke ndikuar të tjerë, ti vetë ke ndikuar nga ndonjë personazh publik, pra kur ke qenë ti më e vogël. Kur kam qenë më e vogël, unë kam qenë në një fshat. Edhe atje vetëm gratë që vini nga puna me... Dhe fshati do ketë pasur në një këngëtare, në një valtare të famshme. Jo, nuk ka pas, nuk kam qenë në sëmëto dhe nuk ka pas. Dhe vetëm, më kujtojt, nëna ime, kur ishim festat që shkomi në Butrin, nëna ime, vishej me fustane, ishim fustane më ndafshi, që vini nga Rusia, nga vini nga... Si mbas kohës, vini nga jashtë, ishim shumë të bukra, dhe mbaj mën që dhe mua mamaja më vishte me robat tilla të bukra. Më ndafshi. Më pas kur urite, kur fillove të kuptoj që ti vetë do t'i... Kur urita, e di kur... Tjetë edhe në një artiste huaj, kur shkova... dhe ti e shikoje dhe ndroje të dukesh... Mua më pëlqente për shumë nga artistet tona, më pëlqente shumë se si vishej Zeliasina. Zeliasina? Më pëlqente shumë. Vishej shumë bukur. Kështu që ja, ke pasur... Një referencë bukur, ja e morëm një përgjigje. Vazhdojmë me Enrikon? A huazoni ndonjëherë veshje nga garderoba e partnerit, partneres, nëse po çfarë? Interesante pyetje. Është pyetje shumë interesante, po përgjigjja ime është jo, sepse mua nuk më pëlqen kjo pjesa e huazimit të rrobave. Po, ta që kur jenë të ftohtë, për shumë, dhe ajo ka dy shallra ti s'ke asnjë, nuk ka merë shallin të asaj. Kam përshtypjen që veshja është diçka shumë personale. Ti ngrim ftohtit edhe vetëm s'është e jotja nuk e vanë shallin. Unë edhe kur kam qenë i vogël, vllajin dhe motrën i kam patur 8, motra është 8 vjet më e madhe se unë, vllai 10, edhe nuk e kisha kështu shansin që edhe t'u azonja, sepse isha trup më i vogël, ata ishin më të mëdhenj dhe nuk jam mësuar me këtë çështje. Po shallin patjetër që do e merr. Po pra në këto raste është njerëzore fare, ka si problem. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, vazhdojmë me Besën. Një sekond të lutem. Nëse do të duhet të vishni për gjithë jetën vetëm një veshje, cila do të ishte ajo? Atëherë fustanet, që unë i dua shumë, dhe atletet. Fustanet dhe atletet bash. Po. Bukur dhe rehat, të dyja bash, nëse do t'ishte një veshje për gjithmonë një e detyruar. Bukur, vazhdojmë të unë kam pak të ngjashme me Erikun. A ju ndodh të huazoni rroba me motrën, vllajën ose familjarët e tjerë? Patjetër, kur jetoni në një shtëpi, pse jo? Mund të qëllonte që ti këtë shkoje në një koncert a në një shfaqje, ajo mund të kishte një bluzë më atraktive se jo, t'ja dhe e kombinoje. Në përgjithësi mes motrash ndodh shpesh diçka e tillë. Do të ishte çudi po të mos ndodhte. Po, kështu me shumë kënaqësi do e huazoj. Rej. Blerja më e çmendur që keni bërë, çfarë ka qenë? Blerja më e çmendur. Pyetje. Është pyetje, po, super. 1 milion se. Blerja më e çmendur ka qenë 1 orë për nga çmimi. Të paktën për atë çfarë quaj unë çmenduri për 1 orë, më thënë ka qenë diku 1.000 euro, në mos gabojmë, ora që thjesht e bleva se ma dha truri. Ndërsa pastaj kanë qenë edhe shpeshherë aksesorë që unë i bëja dhurat miqve të mi për shaka. Pa, ato janë aksesorë që kuptojmë. Kur ty të pëlqen diçka, pastaj harrohen të gjitha, sepse ka qenë një gjë për një gjë të veçantë shumë. Një gjë e veçantë. Që është normale. Që mund ta them me çmendur se pastaj të çmendur kështu nuk është se kam pasur një gjë tjetër që.
Po. Gjëra normale. Jo gjithmonë lidhet me vlerën, se mund të jetë të çmendur edhe në një kuptim tjetër. Jo thjesht që madhatrurit. Mund të kesh shkuar për shumë për të blerë tjetër gjë, edhe të gjitha parati ke shpensuar për gjë tjetër. Edhe ajo është një lloj çmendurie. Ti lesh për shembull të anullosh një plan i cili ndoshta prek edhe shumë të tjerë dhe të mendosh vetëm për një kapriço tënde, për shembull, gjëra të natyre. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Irini Qiriako, cila është pyetja që të ka qelluar? Inshallah në një elet, jo në një bombë. Ja të shoh, jo, s'ka bomba aty. Maksimumi fshek zjarre. Thotë nëse do të shkonit në një event ku do doni të bini në sy, çfarë veshje do të zgjidhni? Të dëgjojmë tani. Do doje të bie në sy, të bie në sy. Të tërhiqje vëmendjen aty me patjetër. Çfarë do vishte? Varet dhe nga eventi, varet dhe nga vendi ku do shkon. Në një event me veshje normale, jo me tradicionale. Në qoftë se do të ishte me veshje normale. Pra cila është ajo veshje që të bën ty të shkëlqesh, të dallosh mbi të gjitha? Veshjet që më bëjmë atë të shkëlqej janë veshjet e fustaneve kështu të bukra. Si, se të bukra? Me gura, me gjigja, ato përqejnë. Nga kokat e këmbët, lamburit, si fishek zjarë. Ato më përqejnë. Bukur, ja, kjo do ishte zgjedhja jote, vazhdo me Rikon. Si e mbani garderobën tuaj të organizuar, apo ju duhet motivim për t'i vënë gjërat në vend? Në përgjithësi, në garderobë në ndajmë robat të sezonit verës dhe sezonit dimrit, dhe pastaj pjesa ime, do më thënë, gjaketat që kombinohen me atë lloj pantallone janë vete, 2-3 kostume janë vete, krevatat janë vete, këmishat pastaj sipas 2 ose 3 ngjyrave që të shkren me janë vete. Megjithatë ka momente për shembull që 1 javë ose 2 javë janë shumë të ngarkuara dhe ti nuk ke kohë që të merresh me organizimin e garderobës. Edhe aty në dhomën e gjumit kemi vënë një si punë e kësaj, një raf që ja këto veshje që ndrohen, dhe pastaj mbasi kalon kjo periudha e angazhimit, prap duhen vënë gjërat në... Kështu ndihmoni njëri tjetrin me bashkëshorte në organizimin e... Ka momente kur bëhet edhe katastrofë. Normale, si kudo, si në çdo shtëpi. Besa, pyetja tjetër. Atëherë, aksesori në veshjen tuaj pa të cilën nuk dilni asnjëherë nga shtëpia. Cili është? Është kjo varsja që unë kam këtu. Në rast do t'i themi aksesor, biles nuk e di a ka dalë. Atër varsja që mban në qafë, tani? Ka emrin e djalit tim, dhe nuk e isha asnjëherë nga... Edhe mban gjithmonë. Shumë bukur. Teuta. Sa bukur më ka rënë kjo pyetja. Cila është ngjyra ato që mbizotron garderobën tuaj? Zgjidh të gjitha ngjyrat. E tregoj edhe sot. E di që ke të gjitha ngjyrat, prandaj për cilën ke më shumë preferencë? Turkeze. Turkezja është ngjyra jote. Por unë i dua gjithë ngjyrat sepse dhe ato më rinë shumë mirë. Dhe mendoj që çdo gjë në jetë, nëse ti e do fort, edhe jetën duhet ta duam fort që dhe ajo të na dojë. Domethënë, unë i dua ngjyrat. Pa diskutim. Rei Bezhani? Stina më e mirë që të lejon kombinimet më të bukura. Pa diskutim dimri. Dimri mendon ti, pse? Dhe unë jam njeri që më pëlqejnë ngjyrat e errta. Dhe pikërisht në dimër është momenti që unë kam më shumë mundësi për të veshur. Me ngjyrat e errta. Duke filluar nga xhaketa, duke filluar nga xhupa, pallto të ndryshme, mënyra jeleje. Stilet e tjera të kondicionojnë pak me ngjyra të hapura, ngjyra të... Kurse në verë ne çunat nuk është se kemi shumë mundësi se do veshësh një bluzë, një pal pantallona ose një kmish larg. Dimri ka dhe aksesor plot. Kurse dimri ti ke mundësi më shumë. Aksesor të cilët tek të cilët burrat mund të gjejnë në mënyra bukur ato elemente të ngjyrat e tjera. Të gjithë burrat janë bazik, nuk është se. Bukur edhe kjo përgjigje, po edhe të gjitha përgjigjet dhe ato që ndat sot me ne. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sepse sigla na levërojnë që koha ka përfunduar edhe programi toni erdhi fundi edhe për sot. Faleminderit shumë që ishit me mua. Ishte kënaqësi, faleminderit për historitë dhe emocionet që ndat me ne. Faleminderit të dashurin që qëndruat edhe ju gjithashtu, së bashku do takohemi sërish të hënën. Fundjavë të bukur dhe gëzuar.